Festivali i filmit Ekrani i Artit ka nisur edicionin e 8 në ambientet e Kinema Republika në Shkodër. Organizatorët e këtij festivali tregojnë risit në këtë edicion. Po, është vërtet që është një kompeticion ndërkombëtar, por nga ana tjetër festivali jonë është pak atipik. Nuk ka çmime sepse kena dash vetë domethënë që më tepër më e majt si një moment ku filma që vinë nga e marr bota, regjisor, artista, kritikartë e tjerë të takohen dhe të vinë pra këtu në skenën e Shkodrës. Por mendoj se është një risi e bukur sepse vinë Shkodër disa, domethënë, persona të cilët në qoftë se nuk do të ishte festivali, ndoshta nuk do të kishin ardhur asnjëherë Shkodër. Një festë që thon mirë, festivali ka në fjalën e vet festën. Sot po fillon kjo festë, Kinema Republika jena shumë të kënaqur që po për herën, domethënë, edicionin e dytë po e kthehen në Kinemas Republikës. Do të jetë një festë 50 festë, do të kena 3 ekspozita, gati 121 filma, do të shfaqen filma në Gjodol, do të shfaqen filmat e Galeria Arteve në Arthavs. Hyrja është falas, kështu që tonë qyteti i Shkodrës edhe kuqerët për Tiranën, për Shqipërisë na bashkoheni për këtë festë. Kena 121 filma edhe 40 premiera shqiptare, kështu që për herë të parë për shfaqen filma që e thjesht nuk shfaqen në Shqipëri, por që është fshirë edhe me gjetë në festivale të tjera se në janë filma që shpeshherë shohin sallën e kinemas. Që me të manë është një mundësi shumë e mirë për me pa filma që nuk kishin pas mundësi me pa kënd tjetër. Ndërkohë, regjizori Jacopo Bedoni vlerëson këtë festival si shumë të rëndësishëm. Është një festival shumë dinamik dhe i rëndësishëm, marr pjesë për herë të dytë. Filmi Arsa është shfaqur në kinemat italiane në muajin prill. Ndihem shumë mirë që gjendem këtu midis jush. Festivali i filmit Ekrani i Artit do të zgjasë deri në datën 22 qershor, kur do të shfaqen më shumë se 100 filma dhe do të hapen disa ekspozita në pikat kryesore të qytetit të Shkodrës.